Do t'ju tregoj një vend të papar, do ta shihni tani. Shiheni këtë rrugicë mas shpinës time të çon në ishullin e vetëm të liçenit Shkodrës, në drejtim, në këtë drejtim përballë Malësisë Madhe dhe Shkodrës është një urë e ngritur. Tani shtëpia e ndërtuar aty ka vite që është shkatruar, nuk e di se kush si, po njerëzit janë shumë të sjellshëm. Sa herë vim na kanë lejuar për të filmuar. Është në mes të gjelbrimit. Shiheni, në këtë drejtim është një anije luftarake austro-hungareze, e cila është zbuluar në liçen në momentin që ka rënë niveli i liçenit. Është anije me avullore, pra me dy elika në të dy anët, shumë e famshme për kohën. Tani jam duke ecur në këtë drejtim, pra në drejtimin e shtëpisë. Shiheni shtëpinë mas shpinës time, është kjo që po shihni këtu. Duhet një rrugë e gjatë për të arritur, mund të jetë diku tek 70-80 metra, por duhet ta mas më saktë në hartë. Shtëpia ka filluar të ndërtohet në mes të viteve 90, por nuk u mbarua kurrë. Mund të jetë shtëpia me pamjen më të bukur mbi liçen. E para po i vi rrotull, pastaj po kthehem dhe tek shkallët për ta parë. Zor se gjen një pamje të tillë, me dron duket edhe më mirë. Kjo është pjesa poshtme, pra bodrumet e shtëpisë. Fare ballë për ballë është Shkodra, krejtësisht përballë. Kjo është pjesa tjetër e shtëpisë. Mund t'i vish rrotull, që t'i vish rrotull duhet ngjitesh nëpër këtë pjesë. Është tu është e mbyllur, po mund të kalosh prap. Ndërkohë shive si është liçeni dhe pjesa përballë e malit të Taraboshit. Kjo ishte rruga prej nga Erdhëm. Shiheni se sa është, sa i gjatë është rruga prej nga Erdhëm. Dhe ky është i gjithë ishulli, po sillem në anën tjetër të ishullit për të parë. Ka shumë legjenda për shtëpinë, po një gjë është e sigurt. Kjo është shtëpia me pamjen më të bukur në liçenin e Shkodrës. Shiheni si janë shkëmbit në gjithë të pjesë. Askush s'ka ditë më thotë në fakt çfarë ndodh me këtë shtëpi. Ambientet e saj të brendshme janë plot. Kjo është pjesa e bodrumeve. Mund të ishte një dhomë e mrekullueshme me këtë pamje mbi liçen dhe me këtë pamje mbi malin e Taraboshit, edhe zonën e Shirokës. Shife liçenin këtë drejtim. Këtu janë shkallët e hyrjes që të çojnë në hallin kryesor. Pra, unë po ngjis shkallët. Më duket se po shoh flamengo në drejtimin tej. Ja, nuk janë flamengo. Fata përshtypje në fillim. Ky është halli qendror i shtëpisë. Domethënë, kjo është dhoma e ndenjes, që supozohet të jetë me një pamje 180 gradë. Shiheni. Pra ka që nga rruga që vjen tu midis për të ardhur, edhe në të gjithë këtë drejtimin tjetër, ka një pamje te kjo dritare rrumbullake, që është një mrekulli. Ka terracën në këtë drejtim. S'di të ketë në një shtëpi kaq të bukur. Shtëpi ishull. Në fakt, kjo është shtëpi ishull. Këtu e kupton më mirë shtëpinë ishull, thash. Shifeni, e gjitha mas shpinës time, me një pamje fantastike. Shife e gjitha. Fantastike. Ndërkohë që në katet e sipërme, edhe këtej është një terracë tjetër, edhe kjo është shumë e bukur. Shifeni. Ndërkohë, për të ngjitur në katet e sipërme, duhet të jenë shkallët këtu. Kjo është pjesa e bodrumit, që shkon poshtë, ka ambient e shërbimesh. Shife veranda tjetër. Këtu duket dhania austro-hungareze, edhe njerë për ta përmë nga afër. Shiheni, është avullore austro-hungareze. Pra ka dy rrotat anash në fund ku janë zogjt, ka dy rrotat me të cilat lëviznin me avull. Është anije lufte. Keni parasysh që në atë kohë Austro-Hungaria dominonte zonën e Shkodrës.
është një avullore ushtarake, pra, që shkon ndërkohë këtej ngjitesh në pjesën e sipërme, është shtëpia ishull më e bukur në Shqipëri, edhe pse është e pa mbaruar. Shiheni kjo dhomë tjetër me pamje prap spektakolare dhe me shkallët për të ngjitur sipër. Ne nuk e di ku ngjitesh sepse ka dhe një palë shkallë tjera. Unë po ngjitem nëpër këto shkallë. Shiheni pamjen nga shkallët. Pas ka dhe shkallë tjera në këtë drejtim dhe të çon në një tjetër dhomë që qenë ka me tavane me xham, supozohet. Shiheni. Të gjithë këto tavane xhami me këtë pamje mbi liqen. Shtëpia ishull më e çuditshme absolutisht në Shqipëri. Ka një tjetër dhomë denje, unë po vërtitem mbi terracën e saj. Si çfarë pamje. Je komplet në liqen, je në ishull. Po të mbyllësh derën e urës si të sjell në ishull, ti je krejtësisht izoluar, po futem këtej për të parë se çfarë ka në këtë kat që supozohet të jetë kati i sipërm i vilës. Më duket se është bërë me dhoma të vogla. Hoteli, çfarë pamje. Shifeni. Përballë është Malizi, në anën tjetër Shkodra këtej, edhe qetësia e liqenit. Absolutisht është spektakolare, përballë është Shiroka. Nuk e di nëse ka mundësi tjetër dalje. Nuk e di kush e ka projektuar, nuk e di cila ka qenë ideja në momentin, pas ka shkallë dhe këtej poshtë dhe këtej sipër. Nuk e di cila ka qenë ideja në momentin që është bërë, po një gjë jam i sigurt që rrallë mund të gjeni një shtëpi kaq të bukur në Shqipëri. Një shtëpi ishull në fakt, edhe pjesa e sipërme. Këtu jam komplet në pjesën e sipërme, ka sërish dhoma, shifeni dritaret, kjo është njëra prej dritareve. Kjo është dritarja tjetër që shef nga zona e Shirokës, këtej shef nga Shkodra, komplet, po ecin këtë drejtimin tjetër muri që nga i qarë. Kjo është pamja që të çon nga liqeni. Çfarë mrekullie. Nuk ka më gjë më të bukur. Dhe kjo është pamja ballore. Shtëpia pra ka 360 gradë liqen, sepse është shtëpi në ishull dhe me një pamje mahnitse. Te i po dalë në pjesën më fundore të saj. Dola. Këtu ka diçka, një mur që është kthyer si mural, dhe kjo është pjesa e fundit. Nuk e di se kam ditur kur kush e ka këtë vilë, di vetëm një gjë. Kjo është nga vilat, edhe pse e pa përfunduar, me locationin më të bukur në Shqipëri. Shiheni në dron për ta kuptuar.